La gjurmë në komunën e Sarajevës së Mëgjar ishte një kryetari i komunës i cili në vitet 7-8 dha një kontribut madh në zhvillimin e arsimit, një ashtu e dha një kontribut shumë madh në zhvillimin e infrastrukturës. Punën nuk e ndali asnjëherë, kur erdhi koha që në atë kohë s'kishëm liri, diti të arreshtohet ka populli, ka qytetarët e vetë dhe nga shteti i vetë, kështu që ishte edhe pjesëmarrës i shpalljes deklaratës kushtetuese në atë kohë në korrekt. Mirë po, shumica për neve dhe shumica për juve i dini problemet që në atë kohë, u dasht ta liroj venin, sikur shumë shok të vetë të largohet dhe në atë kohë pa të shku në Sloveni. Pata fatin me njoft edhe si nxënës, edhe si student. Pata fatin me taku dhe njerë kur ishte në ilegale në Sloveni, po pata fatin ta një pas luftës. Edhe ka ndodhur që shumë shpesh një më këshillu, se është mirë më këshillu me njerëz që kanë kalu etapa për marrë deri te pavarësia e Republikës Kosovës. Nuk është mirë t'i harrojmë në gjeneratat e vjetra që e dhanë një kontribut shumë madh. Jo vetëm në atë fundit, po të filluar prej luftës dytë ndoshta botërore. Kosova po e përcjell edhe njërin nga delegatët e pavarësisë dhe të kushtetutës së saj, njeriu që i gëzohej çdo suksesit të secilit kosovar, veçanërisht në arsim. Ne, si familje, po i themi lamtumir gjyshit, babait, njeriu të shembull për dashurinë, kujdesin dhe mbështetjen. Po i themi lamtumir njeriu që na bromosi me arsim, a dhe dashuri dhe që na mësoj që të mos dorëzohemi kurrë, as atëherë kur jeta ishte e padrejtë. Imeri ishte njëri ndër delegatët e Kuvendit të Kosovës, i cili që nga viti konstruimi i këtij kuvendi në dhjetor të vitit 89 dhe deri në ditën e fundit të funksionimit dha kontribut të jashtëzakonshëm në nxjerrjen e vendimeve akteve të Kuvendit të Kosovës dhe ecjen drejt krijimit të Republikës së Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur, dhe të cilën ne po e gëzojmë sot. Imeri ishte ndër zërat e mençur dhe të guximshëm, që nuk pushoi si punuari deri në frymën e fundit për Kosovën dhe njerëzit e saj. Unë kam pas ndoshta një raport të veçantë me Imerin deri në ditët e fundit të jetës së tij. Ai gjithë një veproi me guxim, kur guximi kishte çmim.